Kryeministri Edi Rama zhvilloi një bashkëbisedim me furnizuesit e naftës duke bërë thirrje që të ruhet ekuilibri në treg dhe të mos reflektohet e gjithë barra e krizës në lindjen e mesme mbi qytetarët. Rama ka njoftuar se qeveria po punon për të finalizuar një nismë për futje në treg të një distributori shtetëror në sektorin e naftës. Ne duhet të bëjmë atë që ne mund të bëjmë dhe atë që neve na takon, duke filluar nga rezerva, sipas informacioneve të marra konsiderohet që ju keni një rezervë të arsyeshme, e cila fizikisht është aty për 30 ditë, ndërkohë që në kontratat tuaja figuron e garantuar për rreth 100 ditë. Ne kemi në konsultim publik ligjin për rezervën shtetërore, do duhet të shtrihet fizikisht në 100 ditë, në 3 muaj më saktë, punë për të finalizuar edhe një nisëm që kemi ndërmarrë për të futur në treg si distributor, garant dhe distributor shumice, një faktor shtetëror. Gjë që ne besojmë do ta bëjmë të lehtë dhe për ju, të gjithë punën, pasi do të garantoj sasirat e nevojshme, duke pasur mbështetjen shtetërore, dhe nga ana tjetër do të lehtësoj të gjitha marrëdhëniet me të tretët. Kryeministri nënvizoi se për momentin nuk është e nevojshme ndërhyrja përmes bordit të transparencës, pasi dialogu me operatorët ka funksionuar, megjithatë paralajmëroi se qëllimi mbetet mbrojtja e konsumatorëve. Të ruani këtë ekuilibër që keni ruajtur deri tani. Nëse dialogu funksionon siç ka funksionuar deri tani, ne qëllimin nuk e kemi që t'ju shtrëngojmë juve në punën tuaj, qëllimin e kemi që bashkarisht të merremi vesh që kriza në lindjen e mesme nuk mund të projektohet e tëra mbi supet e konsumatorëve. Natyrisht kjo do të thotë marzhe më të ulta fitimi për ju, po më mirë marzhe më të ulta se sa bordin në kurriz. Rama vlerësoi gjithashtu qasjen e përgjithshme të furnizuesve, duke theksuar se rritja e çmimeve të karburantit në Shqipëri, sipas tij, është e moderuar krahasuar me vendet e tjera. Në Shqipëri çmimi është rritur, por në mënyrë shumë të moderuar se sa rritja që është parë për shkak të rritjes së çmimit në bursë në disa vende të tjera. Rama ju përgjigj edhe kërkesës së Konfindustrisë për të adresuar rritjen e çmimeve të karburanteve. Kërkesa që gjithë shtesat e ardhurave në buxhet nga TVSH-ja mbi çmimin e rritur të karburantit, të rikthehet drejt për drejt për qytetarët dhe bizneset në çmimin fundor. Dua ta rikujtoj që ka vetëm një kategori që do të marrë më shumë sa herë që të jepet mundësia, qoftë nga rritja ekonomike mbi parashikimin, qoftë edhe nga të ardhura të rritura si pasojë e situatave të kësaj natyre, dhe kjo kategori është kategoria e pensionistëve. Askush tjetër nuk duhet kërkoj nga buxheti i shtetit asgjë më shumë. Qeveria thekson se po punon për të garantuar furnizimin me karburant dhe për të mbrojtur qytetarët nga pasojat e krizës ndërkombëtare.